Meteorologët kanë paralajmëruar se edhe sot pasdite mund të ketë stuhi. Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza, Muhammed Ali, tha se të gjitha institucionet janë në terren dhe po bëjnë përpjekje që të mos ketë dëme në njerëz. Ai sqaroi se rreziqet nuk mund të parashikohen dhe bëri apel për qytetarët që të kenë kujdes gjatë lëvizjeve të tyre, se ku i lën automjetet dhe t'i shmangin vendet ku ka drunj apo qati. Masat e procedurat janë standarde. Ne koordinojmë të gjithë institucionet tjera, alarmojmë qytetarët para kohë nëse kemi informata se do kete stuhi apo edhe ndonjë zjarr apo ndonjë gjë tjetër. Alarmojmë qytetarët, tash kemi në përgatitje të një aplikacioni ku qytetarët të mund të informohen nga telefonat e tyre para stuhisë. Dhe si gjithë qytetet evropiane janë në përfundim të projektit, besojmë që deri në fillimin e vitit 2027 qytetarët do të kenë në dispozicion këtë aplikacion. Drejtori Ali bëri të ditur se të gjitha shërbimet si QMK-ja, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, zjarfikësit dhe komunat janë në gatishmëri për t'i përgjigjur situatave emergjente. Ai gjithashtu tha se Qendra për Menaxhim me Krizat është në koordinim me të gjitha institucionet e tjera.